Allahu i lartësuar e ka bërë obligim bashkëpunimin në vepra të mira dhe në devotshmëri. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan." Ndihmoni me njëri tjetrin, bashkëpunoni me njëri tjetrin. 'Alal birr wat taqwa. Bir është veprimi i veprave të mira. Dhe takwa është largimi prej veprave të këqija. Pra Allahu subhanahu wa taala po thot: ndihmohuni me njëri tjetrin në veprimin e veprave të mira dhe në largimin prej veprave të këqija. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Dhe mos u ndihmoni, mos bashkëpunoni në ithëm. Ithëm është lënja e asaj me të cilën Allahu na ka urdhëruar. Qoftë lënja e urdhrave, qoftë veprimi i ndalesave. Konsiderohet ithëm. Wal udwan, dhe udwan është tejkalimi i kufive në atë në të cilën na ka urdhëruar. Pra Allahu subhanahu wa taala po na ndalon që të bashkëpunojmë në mëkate dhe në bidate. Sepse ithëm është për qëllim pra që tham bërja e mëkateve apo mangësia në atë me të cilën të ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa udwan është tejkalimi i kufive në atë me të cilën të ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala apo bidatet. Pra është për qëllim tejkalimi i kufive në fe apo shpikja e gjërave në fe. Kurtubiu rahimahullah, që është një prej komentatorëve më të mëdhenj të Kuranit, thot: ky është një urdhër. Pra ky është një urdhër, farz, obligim për të gjithë njerëzit që të bashkëpunojnë në vepra të mira dhe devotshmëri. Kjo pra është dispozita e bashkëpunimit në vepra të mira dhe në devotshmëri.